edhe në Kosovë. Patjetër se është shumë e nevojshme të diskutohet kjo çështje. Fëmijët tanë kanë nevojë më tepër për lojë e jo për pëlqime në rrjetet sociale. Më pak ekran e më shumë buzëqeshje atyre ju duhet. Ti gjejnë shokët në obort edhe në lagjet shkollave e jo në rrjetet sociale, pastaj nga ato të nxisin konflikte mbrapa kur kthehen në shkollë të nesërmen. Se zakonisht në situatat tona, në shkollat tona në nivel Kosove, të gjitha situatat konfliktuoze, bullizimi vjen si rezultat i keq përdorimit dhe keq menaxhimit edhe nga ana e prindërve të rrjeteve sociale. Sa më pak fëmijët janë të ekspozuar në to. E përmendi profesor Qohaja se një gjë e tillë është në masë të madhe tek ne, edhe me ligj është e rregulluar, megjithatë kemi prindër të cilët hapin aplikacione të tilla në formë jo reale, duke manipuluar ndonjëherë edhe me moshën e fëmijëve, vetëm e vetëm që ata të kenë prezencë në rrjetet sociale, gjë që ndikon negativisht, ju merr kohën e tyre të lirë, ju kufizon mundësi që ata të zhvillohen në formë të mirëfillt. Dhe nuk është ndonjë aventurë reale të cilën ata e bëjnë. Ata duhet ta bëjnë këtë vazhdimisht me prezencën e shokëve në formë fizike, siç thash në oborre dhe lagje që t'jenë me bashkëmoshatare që të luajnë dhe të kultivojnë të gjitha ato virtyte të cilat flas për grupmoshën time, që i kemi pas dhe kemi mundësuar një gjë të tillë, na kanë krijuar hapësirë prindërit tonë. Në shkollat tona ka mundësi që të ketë fushata vetëdijsuese të cilat do të na ndihmonin fillimisht në këtë pjesë, sikur në shumë vende të botës edhe te ne një ditë pa vetura ka qenë dikur e aplikuar në masë madhe, ta marrim si kampanjë një ditë pa rrjete sociale, pa përdorimin e tyre, duke organizuar në institucionet tona shkollore aktivitete sportive, kreative të cilat do të kontribojnë drejt për drejt në punën e fëmijëve. Të organizojmë ekspozita të ndryshme me fokus të kësaj natyre, duke llogaritur që ata ta përftyrojnë se si do duket fëmijëria atyre pa rrjete sociale. Ta kemi edhe një mendim të hoxhës